Kryebashkiakja e Lushnjës zënja Riselda Sefa kaloi disa momente të veçanta në shoqërinë e të moshuarve të qytetit. Në ambientin ku ata pinë kafe në mëngjesit, ajo zgjodhi të ndajë këtë ritual me ta duke biseduar për nismet të ndërmarra nga bashkia dhe duke dëgjuar shqetësimet e tyre. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit Një kafe me gjyshin, i cili po implementohet për të dytin vit radhasi në bashkinë e Lushnjës. Ky projekt synon të vendosë në qendër të vëmendjes moshën e tretë, duke përmirësuar shërbimet dhe mbështetjen për ta. Gjatë bisedës, zonja Sefa u shpreh se përpjekja për të qëndruar pranë kësaj kategorie shoqërore është një prioritet i bashkisë, përveç angazhimit të qeverisë, e cila ka shpërndar 2 bonuse për pensionistët gjatë muajve të fundit. Të moshuarit si gjyshërit e gjysha mbeten një figurë e rëndësishme për familjet dhe brezat e rinj. Përmes këtij aktiviteti u përcoll një mesazh i fortë mbi kujdesin dhe vëmendjen që shoqëria duhet të tregojë ndaj tyre, duke e kthyer këtë iniciativë në më shumë se një kafe, në një moment për afërsinë, respektin dhe mirënjohjen.